Kemi vendosë që të mbajmë evidencë, pra të regjistrojmë çdo jetë humbur, qoftë ajo viktim apo jo viktim. Pra, pa marrë parasysh statutit të këtyre personave, nëse kanë qenë civil, apo pjesëtarë të ushtrisë qëndrore të Kosovës, apo pjesëtarë të ushtrisë apo policisë serbe. Ideja ka qenë që të dihet se kush është, pastaj rrethana tregojnë se kush është viktim dhe kush është dhuranë në betejë apo në luftime. Ndërsa për periudhën kohore, cilën ne e kemi marrë një periudhë pak më të zgjeruar kohore, nga 1 janari vitit 98, pra pak para fillimit të luftës, zyrtarisht lufta njihet që ka filluar me 28 shkurt të vitit 1998, në Likoshan dhe Qirez, dhe e kemi përfshirë edhe periudhën e pas luftës deri në përfundim të vitit 2000. Nëse zgaboj, në mars të vitit 2000, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq kishte publikuar listën e parë të personave që zhdukën dhe ata e kanë marrë periudhën kohore nga 1 janari vitit 98 deri me 31 dhjetor të vitit 2000.